një numër i burg i tyre, është dënuar me burg dhe kanë bajtë burgin për apo ka qenë dënuar për 16 vjet me burg. Dhe na duhet me pas parasysh një çështje, se u përmend kjo çështja moralit. Në Kosovë zgjedhjet janë biznes, po nuk kanë bërë kurrë me morale, domethënë. Ata kanë luftë për ekzistencë, sepse 70% të deputetëve të ish legjislaturës kanë qenë të papunës. Dikon nëse e krahasojmë mirë me vitet prej vitit 2000 e tutje kur kanë vënë zgjedhjet e para në Kosovë, po thuaj se shumica e këtyre njerëzve kanë qenë të paangazhuar me kontrata pune, nuk kanë qenë të rregull kërkon e punë, kryesisht kanë vjetuar nga politika. Dhe thotë në Kosovë politika është lloj ekzistencë, është një lloj biznesi shumë i profitabel. Për këtë arsye këto nuk duhet kurrë për morale, se s'kan moral. E para partitë politike përkatëse shefat e partive dikur, edhe sot orientojnë votën kur të votuar brenda listës qytetare të subjektit të tij politik. Në dy, pastaj komisionerët angazhohen në forma të ndryshme për me rregullu, për me bë votat kandidatëve të punçe kur bën lideri. Këto kur nuk janë verifikuar nga asnjë institucion, nga prokuroria e shtetit, as nga askush, nga shoqëria civile nuk është bën evidencë të tillë, po gjithmonë ka pas lëvizje. E të domos në vitin 2002 kur kanë qenë zgjedhjet nacionale, liderët politik kanë intervenuar dhe kanë bërthyer se kush do të votojë përmes degëve partive, dhe ato pasaj degët kanë komunikuar dhe lideri partive kanë komunikuar me komisionerët. Dhe kjo në një mënyrë është aranxhuar kanë kush do të më votu, kush do të më votu.